Prurjet e Vjosës po rriten me shpejtësi dhe rrezikojnë të sillin përmbytje në disa fshatra të bashkisë Fier me shtrirje gjatë rrjedhës së lumit. Kreu i emergjencave civile Haki Çako inspektoi situatën në urën e Mifolit në zonën e Novoselës. Për momentin jemi në një situatë në kontroll, pasi edhe nivelet janë në rritje, por vlerësimi vëhet në bazën e prurjeve që maten në parametrat e përmetit dhe të Memalia. Çako foli edhe për situatën në qarkun e Vlorës, ku në Delvin dhe Finiq ka patur banor të evakuar. Sipas tij synohet stabilizimi i situatës, ndërsa ka theksuar se të gjithë strukturat janë gati nëse do të kërkohen evakuime edhe në fshatrat e Novoselës. Aktualisht niveli i lumit është rreth 5 metra, ndërsa vijojnë prurjet dhe orët në vijim do të jenë të rëndësishme për situatën në urën e Mifolit. Sipas informacioneve më të fundit, në bashkimin Delvin deri më tani rrugët janë të bllokuara nga prurjet. E pakalueshme është rruga për në Lefterhor, Kakodhiq dhe Varfaj. Rruga Fushvëri Kalas kalohet me shumë vështirësi, ku rrezikohet nga proi Gutinës, pasi ka dalë nga shtrati dhe rrezikon të prish rrugën në rreth 1 kilometër. Lumi i Kalasës po ashtu ka dalë nga shtrati dhe ka filluar e pogërryen fushat e fshatrave Kalas, Fushvëri, Vergo, Kopaçës, Palavli, Bajkaj, Van dhe Blerinas. Ndërkohë 10 fshatra në qarkun e Gjirokastrës po vuajnë mungesën e energjisë elektrike. Moti i keq ka shkaktuar anomali në sistemin e shpërndarjes së energjisë në zona të shumta, kryesisht ato malore. Në Berat rreshet kanë qenë të dendura dhe me intensitet të lartë, veçanërisht në zonat malore. Përgjatë aksit rrugor Poliçan-Skrapar, prej mëngjesit qarkullimi i mjeteve po kryhet me vështirësi, pasi në një pjesë të këtij aksi rrugor ka pasur rrëshqitje dheu, duke sjellë kështu bllokim të pjesëshëm të qarkullimit. Situata mbetet kritike edhe në zonën e fshatit Morav, ku prurjet e mëdha në lumin Osum kanë rritur ndjeshëm nivelin e ujit, duke rrezikuar përmbytjen e tokave bujqësore. Autoritetet bëjnë apel për kujdes të shtuar gjatë lëvizjes në rrugët rurale dhe malore, veçanërisht në orët e natës. Në juglindje nga ana tjetër për shkak të stuhis, ka patur probleme me energjinë elektrike në fshatrat e njësive administrative Vithkuq në Korç. Fshati Podgozhan në Pogradec, nën stacioni elektrik i qytetit të Ersekës, po ashtu dhe ai i Leskovikut paraqesin probleme. Për shkak të rreshjeve, probleme ka patur edhe në Borov të Ersekës, ku rruga që të çon drejt Leskovikut ka qenë bllokuar për disa momente për shkak të inerteve në rrugë. Ndërsa në fshatin Taç dhe Psar prurjet e lumit kanë shkuar deri në oborrin e disa banesave. Të gjitha ndërmarrjet e shërbimeve të bashkive të juglindjes janë duke punuar për të mbajtur situatën nën kontroll.